Do diskutojmë tani edhe në lidhje me disa dhënat publikuara nga Instituti i Statistikave, ku rezulton se rritja e pagave është ndjeshëm me ngadalë krahasuar me rritjen e çmimeve dhe për krahasim, nëse me rreth 86.000 lekë që është paga mesatare sot, do të blini mallra dhe nëse krahasojmë me 2020-ën, ato mallra që do të bliheshin sot me 86.000 lekë në 2020-ën do të ishin blerë me 72.000 lekë, pra me rreth 14.000 lekë apo 150 euro më pak. Ne mëngjersisht do diskutojmë me zotin Shkumbin Misini, ekspert ekonomie në Kosovë. Zoti Misini, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Studimi ose dhënat janë për Shqipërinë, por kam përshtypjen që e njëjta situatë është në Kosovë, është edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për ta nisur bisedën, çfarë politikash duhet të ndiqen nga qeveritë mbase edhe nga bizneset në mënyrë që rritja e çmimeve ose rritja e pagës të ecë minimumin në të njëjtin hap me rritjen e çmimeve? Po, është e vërtet, Kosova prin për nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe mëstan pjesën e Evropës, të cilët inflacionin e ka shumë të lartë dhe në pamundësi për të bërë rritjen e pagave. Kemi rritje të pagave, kemi rritje të pagave solide, ama me përkthy kështu me hapa të breshkës kemi rritje të pagave, ndërsa inflacioni është me hapa të lepurit. Kështu që i bjen edhe kjo në vendet e Ballkanit Perëndimor pothuajse, mirë po ne Kosova gjendet më së keq në këtë drejtim. Sa i përket mundësitë, kapacitetet e bizneseve të cilët janë në Ballkanin Perëndimor dhe operojnë në Ballkanin Perëndimor, e kanë të pamundur të rrisin pagat e tyre në proporcion me kostën e jetesës. Dhe faktikisht pse janë faktorët kyç të kostës së jetesës, është para, faktori i parë është pushtimi rus në Ukrainë që e ka çrregulluar tregun botror, do nga fillimi i luftës. E dyta është problemet gjeopolitike të cilat janë, domethënë aktualisht që po mbizotrojnë me Iranin në lidhjen e mesme, dhe e treta është politikat në Ballkanin Perëndimor më shumë shikojnë nga votat, por nuk shikojnë nga plani zhvillimor ekonomik, socio-ekonomik të vendit. Sepse e dim që ne jemi të varur shumë prej importit dhe edhe subvencionet të cilët i japmi, ne, për shembull 53% të buxhetit të Kosovës derdhet në subvencione dhe paga. Domethënë imagjino 50% të buxhetit derdhet në paga dhe në subvencione, mirë po impakti është shumë i vogël. Domethënë çka që ne vetëm shkojmë për rrisim, sado që po subvencionojmë bujqësinë, ne vetëm po shkojmë për rrisim importin. Kjo lën me nënkuptu që ne mjetet financiare të subvencioneve ne ju japim njerëzve individëve të caktuar, të klaneve, të partive politike, të cilët janë të lidhur me partinë politike në pushtet. Po njëjtë besoj që ndodh edhe në vendet e tjera. Edhe në Shqipëri kjo e gjendje, sepse me vetë faktin që një vit Bashkimi Evropian ka deklaruar për Shqipërinë që do të arrijë kapacitetin prodhues. Ndërsa Shqipëria është tu ecë me disa hapa, po është tu ecë me disa hapa shumë të vogël. Ta shohim tash tutje se siç do të vepron, mirë po edhe kjo është e dhëmshme. Shqipëria mos me bërë reformat e fundit të cilën e humbi disa mjete financiare nga Bashkimi Evropian për shkak mungesës së reformave që tha Marta Kos një muaj më parë. Domethënë thjesht Kosova gjendet më keq se sa vendet e Ballkanit Perëndimor. Mirë po, vendet e Ballkanit Perëndimor, mjetet financiare, subvencionet të cilat i qesin, nuk i mosin për nga produktiviteti, po ju japin individëve të caktuar të cilët më shumë kanë interese klanore politike, të cilët përfitojnë për atyre mjeteve, mirë po nuk bojnë shtim të prodhimtarisë dhe produktivitetit. Zoti Misini, ju përmendët disa arsye specifikisht për Kosovën, janë zhvillime ndërkombëtare që prekin të gjitha vendet e Ballkanit, prekin të gjithë botën. Por specifikisht për Kosovën, mund të jetë situata akoma më e përkeqësuar pikërisht për shkak të krizës politike që të shpresojmë që do të zgjidhet me zgjedhjet e 7 qershorit? Po, është e vërtet, sepse ne jemi në rast specifik, sepse as shkenca nuk mund të atestojnë një gjë të tillë, për arsye se Kosova në vendi më i varfër në Evropë dhe të shkon në zgjedhje për teket ego të kryeministrive është e papranueshme.
dhe e para. Dhe e dyta, mjetet financiare të cilët janë derdhë në këto mjete financiare për zgjedhje, vetëm nëse ishin konvertu në qerdha dhe kopshte publike, mundësia e punësimit kishte qenë edhe kontributi buxhetor kishte qenë shumë më i madh. Domethënë mirëqenia socio-ekonomike e shtetit kishte qenë më e lartë. Mirë po, ne e dim që në kulturën ballkanike liderët ballkanik kanë mindset të lindjes, po jo të perëndimit. Do thënë të lindjes në kuptimin që kemi një situatë të tillë ku do thënë kanë egot të tyre, janë tip persona egocentrik dhe duhen me arrit qëllimet e veta për interesat të grupit klanor të tyre dhe interesat gjeostrategjike vetëm për veti, po jo për interes të qytetarit. Për shembull, politikat fiskale mund të jenë stimuluese ose mund të kompensojnë në një farë mënyre këtë rritje të çmimeve që edhe rritja e pagave të jetë në të njëjtën linjë. Në Shqipëri, për shembull, ne kemi progresive të shkallëzuar tatimin e punës apo tatimin e pagës dhe në një farë mënyre në mendimin tim e kufizon rritjen e pagës sepse do të tatohesh në 23% ose do shkosh drejt informalitetit për të mos e kaluar këtë kufi. Pra sa rëndësi kanë politikat fiskale? Po, është vërtet që edhe tek ne është do të thënë përshkallëzuar. Mirë po problemi është që unë pisho shumë po pës individ të caktuar, të cilën do të thënë një pjesë të pagës e morën nëpërmjet letra, nëpërmjet bankës, pjesën tjetër e morën cash. Do të thënë që në farë forme nuk deklarohen në mënyrë reale se sa është paga e tyre. E para, edhe që kuptohet që do të thënë tatimit. Dhe e dyta, cilë faktor kish mujt me qenë? Do të thënë Kosova është edhe Shqipëria është rast specifik. Si ka mundësi që do të thënë tjetë mos ta jeç çmimi i naftës të jetë shumë i lartë. Do të thënë sidomos rasti konkret i Shqipërisë. Do të thënë aja prodhon më të lartë aty, vetëm në rajon, por edhe në momentin po është e pa imagjinueshme të të prodhosh naftë dhe në fund ditës ta paguajnë qytetarët e Shqipërisë ta paguajnë çmimin më të lartë se sa në vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, siç është edhe rasti i Kosovës. Në Kosovë, në akcizën dhe TVSH-n nuk e kanë lëviz politikat politikat qeveritare, nëse e kishin lëviz, e kishin shpëtu pak nga inflacioni. Do të thënë e kishin largu për një kohë të përkohshme derisa çmimi, do të thënë derisa të arrit një marrëveshje ndërkombëtare dhe në qoftë se është të pushon kjo kërkesa, do të thënë të mos jetë ndryshimi i çmimit kaq shumë i lartë dhe në qoftë se nuk i kishin hek politikat, do të thënë akcizën dhe TVSH-n, Kosova nuk i kish pagu që çmimit të naftës, për litër naftë. Dhe kjo çmimi, këto mosheqja e akcizës dhe TVSH-s ka ndikuar të kemi inflacion të jashtëzakonshëm. Do të thënë e para, e dyta çka kish mujt me ndiku është suportim të prodhuesve bujqësor. Do të thënë ne kemi një korporat, do të thënë të cilën autoprodhu panele solare sandwich. Të thënë dje ishte në një diskutim, në një debat televiziv, aja tha kam mundësi kapacitet me prodhu 5.000 metra katror në ditë, thajem ti prodhu 400 deri 500 metra katror për arsye mungesës energjisë elektrike. Do të thënë prodhuesit do të me pas parë, do të me pas një infrastrukturë të mirëfillt. Përpas politikës fiskale të favorshme, do të me pas edhe politikë, do të me pas edhe një infrastrukturë të mirëfillt. Çfarë përfshin infrastruktura? Do të me pas çështjen e energjisë elektrike stabile, do të me pas një infrastrukturë rrugore shumë të mirë dhe duhet më përgjigj varësisht për kërkesave të cilat kanë ata. Do të thënë, e para është për shembull në Kosovë TVSH-ja merret ende pa ushit produkti, do të thënë kufi, që këto e ngarkon biznesin prodhues. Nëse biznesi prodhues importon një lanë të parë ose një produkt të tillë, do të thënë në kufi përpos doganës që do ta paguaj, do ta paguajnë edhe pjesën e TVSH-s. Do të thënë ende pa ushit produkti. Ajo është mbi ngarkesë për prodhuesit. Zoti Mesini, si mund shpjegohet, mbase nuk është krizë, por ndërprerjet e energjisë elektrike në Kosovë? Kujtojmë që jo më larg se viti i kaluar u rrit çmimi i energjisë elektrike për familjet, ndërkohë një pjesë e mirë e bizneseve dolën në tregun e lirë që u përballen me çmime shumë të larta.
Po, është e vërtet edhe si vjet ka pas do të thonë edhe këtë vit ka pas, sepse kanë një afat kohor ata në muajin prill për me pas kërkesa kompanit për ndryshimin e çmimit. Mirë po, për shkak që shkuam në zgjedhje, qeveria e shtyni këtë, i bani presion institucioneve të cilët i mbikëqyr qeveria dhe Parlamenti i Kosovës, i bani presion dhe e vazhdon për vitin tjetër, do të thënë se është paraqe të rritet çmimi i energjisë elektrike edhe për 20%, për arsye se kapaciteti i korporatës energjetike të Kosovës nuk mund me mbulu tregun e Kosovës. Dhe për shkak mos mbulesës së tregut, kërkesës për konsum, atë kompanitë detyrohen me importu energji elektrike. Importi i energjisë elektrike bëhet në mënyrë të ad hoc, edhe kanë disa politika interese të grupeve të caktuara dhe domethënë tani pi bëjmë presion edhe rritja e pagës, domethënë ka ndiku rritja e pagës minimale, ka ndiku që KEC, kompania private, që është distributor për energjinë elektrike dhe faturimin, domethënë ka bërë kërkesë që do të më rritë çmimin e energjisë elektrike të faturave, sepse unë kam rritje të kostos operative duke përfshi edhe rritjen e pagës minimale, edhe disa humbje. Mirë po, këto e kom thonë në çdo debat që çdo rritje e pagës pa produktivitet, siç e merr vendimin qeveria, prodhon inflacion. Dhe fatkeqësia është që vitin tjetër, fatkeqësisht vitin tjetër do të kemi rritje të energjisë elektrike. Nëse nuk shkojmë zgjedhje, nëse shkojmë zgjedhje hapet shtyt kjo për disa kohë. Për shembull, kemi rastin të tatimit në pronë në Kosovë që 2 vite është bërë ligji, e ka miratu qeveria këtë ligj, mirë, por nuk është në ekzekutim ligjin, për arsye se vetëm e shtyn vit pas viti, për arsye se jemi të shku në zgjedhje. Dhe kjo dëmton drejt për drejt, shteti, qeveria për shef vetëm si vot qytetari, nuk e shef si obligim dhe si përgjegjësi për të kryer shërbimet e veta. Zoti Mesini, mund të jetë çështja e energjisë, rritja e çmimit një ndër arsyet kryesore pse Kosova edhe për muajin prill të këtij viti pati inflacion në 7.5%. Thuajse dy fish inflacionit, më shumë se 2 fish inflacionit në 2.8% që ka pasur Shqipëria dhe pak a shumë në të njëjtat nivele janë edhe vendet e rajonit dhe vendet europiane. Si shpjegojt inflacioni kaq i lartë në Kosovë, sepse vend importues është Kosova, vend importues është edhe Shqipëria. Mbase Kosova importon më tepër, por gjithsesi jemi të varur nga importet. Po, s'pari, cilët faktor ka ndiku në ndryshimin e çmimeve në Kosovë. E para është lufta në lindjen e mesme. Po. Sfundi po flas. E dyta është lufta në pushtimin rus në Ukrainë. E treta është rritja e pagës minimale. Rritja e pagës minimale në kështyn që bizneset pa produktivitet prodhon inflacion. E katërta është çmimi i energjisë elektrike. Ne nuk arrit pothuajse mbi 125% çmimi i energjisë elektrike në 4 vitet e fundit. Dhe ajo në mënyrë automatike po prodhon inflacion. Dhe e pesta është vendimi ad hoc i qeverisë për me dalë në treg të lirë bizneset. Dhe në momentin ka biznes të cilën kemi pas rast që bizneset ju kanë rrit mbi 100% fatura energjisë elektrike në treg të hapur. Dhe në mënyrë automatike ai detyrohet me dhënë çat produkt me rrit me një kosto operative tjetër dhe detyrohet me rrit çmimin e atij produkti. Dhe problemi tjetër që qëndron bizneset kosovare tani janë më pak konkurrueshme krahasim me bizneset të cilat importojnë çat produkt. Për arsye sepse çmimi i produktit del më i shtrenjtë. Më lira i importit. Po, ma i lirë del me importet, sepse në momentin që ti ishin disa biznesmen në Kosovë të cilët e paraqitën në disa fatura, do të krahasueshmërinë e faturave, do të ka biznes që ka rritë mbi 100% çmimi energjisë elektrike. Dhe se në Kosovë është një kalkulim tjetër, në qoftë se kalon mbi sa më shumë të shpenzosh energji elektrike, është një farforme progresive. Aq më shumë kemi pagu, aq më shtrejt kemi pagu faturën e energjisë elektrike. Ndërkohë duhet ishte kundërta. Sa më pak që shpenzon sakt, sepse kompanitë prodhuese ato në qoftë se don mi stimuluti, ato kanë makineri, ato kanë konsum të lartë energjisë elektrike. Dhe tash, ne kemi ende probleme energjinë elektrike. Para disa, një javë më parë,
kur bin temperatura tek ne, kemi probleme energji elektrike. Dhe në qoftë se BE-a sot e ka, domethënë sipas parashikimeve për këtë vit, Bashkimi Evropian parashihet që vendet e BE-s të kenë mesatarisht 7% inflacion. Imagjino sa çfarë inflacioni kemi pas vendet e Ballkanit Perëndimor, duke pas parasysh që kjo është një me metodën matematikore, statistikore, aritmetike të thjeshtë. Po në qoftë se mos me ponderuar, duke përfshirë domethënë standardin e jetesës Kosovës, domethënë me inflacioni del shumë më i lartë. Çfarë i bën kjo? Që ne nuk mundna mu krahasu me një formulë të njëjtë, sikur Gjermania dhe Franca ta implementojmë edhe Shqipëria dhe Kosova, sepse aty hyn edhe çmimi i biletës avionit. Si ka mundësi për neve avioni është luks. Sa për atë argëtimi nuk është luks. Për neve argëtimin Kosovë e Shqipëri është luks. Ndërsa për ta nuk është. Domethënë hyn edhe argëtimi, edhe çmimet e avionit të biletave sa është rrit. Dhe në momentin që ti fut në insertim të analizës shumë variabla, duke përfshirë edhe çmimin e avionit, ty të bjen mesatarja aritmetike e inflacionit. Ne du të mu krahasu me vendet e Ballkanit Perëndimor me formulë tjetër. Sot u ka rrit sheqeri, krypa, vaji, energjia elektrike, shporta bazë duke u bazu në standardin e jetesës atij vendi, po jo me standardin e jetesës vendet që janë për shembull Gjermanisë. S'ka sens. Në këtë situatë inflacioniste, zoti Misini, ka mjete në dispozicion Banka Qendrore e Kosovës që të bëjë diçka, sepse menaxhon një monedhë që emetohet nga një bankë tjetër, Banka Qendrore Evropiane. Sakt. E ka të pamundur, i ka të durat e lidhura banka në këtë çështje për mjeteve monetare. Mirë po çka ka mujt me bë, domethënë çukur e ka proklamu kryeministri në kohë kur kandidatje për kryeministër vitin 2019, e pa të proklamu, e pa të formu një bankë sovrane. Edhe banka sovrane kish mujt që disa biznese ose disa persona individ të caktuar të morën mjete financiare dhe të hynë si garanci qeveria e Kosovës. Me çdo mjete financiare që kanë mujt më shfrytzu, për shembull, kanë mujt një pjesë të tyre më marr nga depozitat të cilat i kanë disa institucione bankare që Kosova po ka dhe rritje të depozitave, dhe e dyta ka mujt më marr pitrusit pensional, një pjesë të tyre, dhe t'i lshojnë në qarkullim dhe qëta persona të cilët ja paguajnë faturat e energjisë elektrike nga qeveria, t'i kthejnë jo në pasivitet, po t'i kthejnë në aktivitet të cilët për shembull kanë mujt me ndërtu panele solare në çatit e tyre, kanë mujt me bë kompani për shembull të riciklimit të disa produkteve, domethënë thjesht ato mjete financiare t'i kthejnë në aktivitet të shtimit të vlerës, jo në shpenzim të rritjes së importit, sepse importi varfron ekonominë. Dhe në fakt qeveria nganjëherë po merr një hap të tillë, po ndihmon disa shtresave të qytetarëve, është e mirë kjo, po kjo nuk ka jetëgjatësi, sepse jetëgjatësia e saj për rrit importin, domethënë impakti i saj në ekonomi është shumë i vogël. Në rast se kish përdorur çdo mjete financiare që kish suportu njerëz, për shembull njerëz të varfër, njerëz të cilët kanë tona shumë të ulta nëpërmjet investimeve të tyre në panele solare, domethënë çatit e tyre, atëherë kish bë çat person, çat familje të varfër e kish bë të pavarur ekonomikisht nga shpenzimet e energjisë elektrike dhe kish pas mundësia ai që me shit çat konsumin e tepërt të energjisë elektrike. Kështu që domethënë e pavarson në individin nëpërmjet investimeve, ndërsa tek kjo investimet të cilat ose shpenzimet të cilat i bën qeveria pi dërgon drejt në konsum. Zoti Misini, meqense jemi në prag zgjedhjesh në fushat në Kosovë, ku qeverit përpara zgjedhjeve premtojnë marrin madje edhe vendime, do ta lidh me rritjen e pagave me vendimet qeverisë. Rritje të pagës pa rritur produktivitetin që përkthehet në rritje të çmimeve dhe realisht rënja e fuqisë blerëse, nëse atë pagë të rritur e zhveshim pas disa vitesh nga rritja e inflacionit, ajo realisht mund të jetë më ulët krahasuar me çishte përpara se të merrej vendimi i qeverisë për të rritur atë pagë.
Si duhet të jetë rritja e pagës në mendimin tuaj në mënyrë që të mos shkaktojë inflacion? Së pari, ne nuk kemi nevojë, rritja e pagave është e nevojshme dhe domosdoshme për shkak të dinjitetit të punëtorit dhe dinjitetit vlerës njerëzore. Mirë po, së pari Kosova ka nevojë për reforma të thella në administrative. Së dyti, qeveria nuk duhet të bëjë kësi diskriminime. Jo të rrit pagën në sektorin publik, kurse në sektorin dhe mos të mbikëqyr sektorin privat, sepse ka shumë kompani të cilët shkojnë deri te rritja e pagës minimale në punëtorit ja paguën me nëpërmjet bankës, ndërsa pjesën tjetër të keshit shkon pjesën tjetër jep në mënyrë në dorë, në cash, të cilët i ik obligimeve tatimore. Si kish pas mundësi qeveria që të rrit pagën dhe nëpërmjet produktivitetit, qeveria së pari nuk duhet të arrit numrin e të punësuar në administratën publike, sepse diku në Kosova i ka 84.122 persona i ka pas deri në fund vitit 2025. Administrata shtetërore është e mbingarkume dhe këta i shohin administratën shtetërore e shohin vetëm si votë për me ble votën i farforme. Se në kohë zgjedhjeve tani shkojnë rritja e pagave minimale, rritja e pagës mesatare etj. Si kish mujt me ndiku që qeveria të baj politika të favorshme për bizneset, për investimet e huaja, që mos të ketë nëpërmjet produktivitetit të punës, në momentin që ti e ul në momentin që rriti kërkesën dhe ofertën për punë, atë në mënyrë automatike i detyron bizneset të rrisin pagën e punëtorit, sepse çaj punëtori i mirë nuk i rën më çat kompani. Po në momentin që je në papunësi shumë të lartë, nuk mundesh më ai punu bizneseve për me rrit pagën minimale, sepse ai e rrit informalitetin, në forme. Dhe e dyta, që kish mujt me ndiku që qeveria të bëjë politika shumë të favorshme fiskale dhe t'ju jep një mundësi të mirë bizneset për zgjerimin e kapaciteteve prodhuese, të cilat në farforme qeverit, edhe disa qeverit në Ballkanin Perëndimor, si nëse një qeveri, një korporat, rrit pagën e punëtorëve, një pjesë të tyre të cilët kanë rritjet pagës me produktivitet, zgjerim kapacitet prodhues, t'i jep suportim qeveria, për shembull të jep një donacion qeveria. Sepse në qoftë se jem unë me krahasueshmëri me një kompani tjetër, një kompania jeme me krahasueshmëri me kompani tjetër, aja ka zgjeru kapacitetin prodhues, ban paga më të mira, pse qeveria mos ta subvencionoj për shembull me një makineri më të përsosur, ose ta hiq një farë pjesë të obligimeve tatimore, për një kohë shumë të shkurtë kohore, dhe e shtyn biznesin që t'jetë më produktiv dhe t'i rrit pagat e sektorit. Mirë po në situatat të tilla, se përshor shumë kompani të cilat veç kanë filluar me rrit në mënyrë ilegale numrin e punëtorëve dhe ose e bëjnë pjesën tjetër, siç e thash më herët. Një pjesë ja japin nëpërmjet bankës, një pjesë tjetër ja japin në mënyrë ilegale. Dhe në momentin që ka konkurrencë të mirë fillt brenda tregut, atëherë bizneset bën konkurrencë cilën me marrë punëtorin e mirë. Mirë po, në situatat të tilla nuk kanë interes bizneset sepse nuk kanë interes me marrë punëtorin më të mirë nëpërmjet nëse punëtori i thotë që ban ma pagën që kaq sepse unë nuk vi. Ban e konkurrencën e mirëfillt. Këto janë politikat të cilat duhet më ndërtu qeveria. Kur i ban politikat e mirëfillta, bojnë zgjerimin e bizneseve, kapaciteteve prodhuese bizneset, vinë investimet e huaja dhe ty shkon të rrit kapaciteti prodhues dhe produktiviteti. Kur fillon më të rrit produktiviteti dhe kapaciteti prodhues, tash kompanitë luftojnë njëra me tjetrën për me marrë punëtorin më të mirë dhe me bë pagë më të mirë. Po tash ti si qeveri ki mundësi me suportu ato. Ka mënyra të ndryshme të suportimit, mënyrë indirekte, direkte, për shembull e suporton me një makineri super luksoze, i jep një suport financiar, i jep një garanci bankare, ka mënyra dhe metoda të tjera dhe mënyrë automatike aja menaditës nuk bëhet, po mena 2-3 vjet aja rrit kapacitetin prodhues dhe i shtyn bizneset që ta kanë punëtorin më të mirë dhe ta paguajnë me çmim tjetër. Zoti Misini, ju falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.